Mes gjelbërimit, ajrit të pastër dhe qetësisë karakteristike në Nokov, jeta vijon e lidhur fort me traditën. Në këtë fshat të njësisë administrative Lunxhëri, puna në bujqësi dhe blegtori mbeten pjesë e përditshmërisë së banorëve, të cilët edhe sot e kësaj dite ruajnë marrëdhëniet e ngushta me tokën dhe prodhimet e saj. Unë jam tutje në Greqi, po vi 6 muaj këtu dhe 6 muaj andaj. Nga kënaqësia që kam për të jetuar këtë në fshat, më ri mendja këtu. Dhe thëmë, kur të vete në Nokov. Më të ardhur në Nokov, filloj nga puna që kam zanat, që kam trashëguar nga e kaluar nga rinia time. Bujqësinë. Filloj këtu mbjell qepe, mbjell patate, mbjell domate, të gjitha llojet e perimeve që të kemi për në Bear. Kemi 35 vjet që kemi emigruar, që kemi punuar aty. Tani kemi dalë në pension dhe vim këtu. Bieles një prit, fon sa të vi Beharin, mbarojnë shkollën që të vim këtu në Nokovë. Edhe kanë 3 vjet që vinë. Edhe janë shumë të gëzuar. Fshati me bujqësi. Jo grur, misër, këto linj kemi, vreshta, me këto. Thjesht I kemi, se jemi në fshat, ne bëjmë në qepe, hudra, patate në qytet, themi kemi si bios, themi atë. Pa gjëra të tjera pastaj në qytet I marrim çfarë bëjmë. Jo më kam bërë shumë për botë, po jo, me fshatin Sendroj. Me fshat tjetër të paktën, ose edhe me qytet, jo, edhe me qytet jo. Por përtej punës së përditshme, Nokova po tërheqi gjithnjë më shumë vizitor, klimë e pastër, natyrë e qetë, produktet bio dhe mikpritja tradicionale po e kthejnë zonën në një destinacion të preferuar për turistët dhe emigrantët që rikthehen në vendlindje. Për një të ardhme, besoj fshati kemi të mirë, me të gjitha gjërat, tani për një të ardhme nuk e di. Trashëgimia kulturore dhe objektet e kultit I japin fshatit një tjetër vlerë të shtuar. Kishat dhe asetet historike po shihen nga të rinj si një mundësi për të zhvilluar turizmin dhe për të krijuar më shumë mundësi për zonën. Ka kisha. Kemi Shënkollin këtu, kemi Shëngjergjin, kemi dhe Shënilin. Kemi kontribuar bilas kishin e Shënkollit me kontributin tonë të gjithë fshatarëve edhe të ndonjë tjetrit është bërë që nga themeli. Duhet të çelin bujtina të vinë turizëm këtu. Se është vendi I bukur është, duhet çik aktivitet të kryhet në këtë zonë. Ka kishat, ka shtëpi të vjetra që mund t'i vizitosh, ka gatimet, ka natyra siç është. Ka shumë gjëra. Mes traditës dhe dëshirës për zhvillim, Nokova mbetet një nga fshatrat që poruan identitetin, ndërsa hap dyert për të ardhmen dhe turizmin rural.